Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është një ditë e re, vlog i ri edhe rrini me mua, kemi shumë gjëra të lezetshme. Ora në fakt duhet ishte mëngjes, por që nuk është ora diku tek 1. Unë jam zgjuar diku nga ora 10:30, thjesht kam pirë kafe dhe kam shkuar në Kaufland. Nuk e dini nëse edhe ju e bëni, ju që jetoni në Gjermani, por që gjithmonë kur dalin ato revistat, domethënë që janë ato tip broshurash, që vijnë të gjitha ofertat që ka çdo javë ose çdo 2-3 ditë, nuk e di si, domethënë i bëjnë ata. Unë i shoh gjatë gjithë kohës broshurat e supermarketeve, sepse çdo supermarket ka ulje, edhe veç kështu mund të bësh kursim në Gjermani, se ndryshe nuk i dilet, ka shumë jashtë mase shtrenjtë të tjerë, edhe më falni për zërin, është ngjyrë pak, po ky është efekti i të ftoftit edhe të ngroftit, 38 gradësh dhe 15 gradësh, domethënë të kohës në Gjermani, por që jemi mirë anyway. Edhe po thosha që duke parë këto broshurat, pash që te Kauflandi kishte qërshimi 6 euro dhe ishin 2 kg 6 euro. Prandaj shkova direkt në mëngjes, sa jam zgjuar, direkt shkova sepse e dija që do mbaronin, nuk do kishte më, edhe kështu që kot sa do shkoja domethënë më vonë. Tash nisu dhe shkova, i gjeta, i mora. Jam super e lumtur tani. Nuk e di, po një ndër gjërat që unë kam ngrënë shumë e qef gjatë gjithë kohës së shtatzanis ka qenë qershit. Nuk e di pse. Më thënë që momenti që kanë dalë që kanë qenë me 12 euro, me 15 euro kilja, ne kemi marrë, edhe vazhdojnë akoma tani që janë domethënë gati me 3 euro kilja. Por gjithsesi që bëj një shumë hol të shkurtër të Kauflandit, se shumë pak gjëra kam marrë. Ishte ky rushi i zi ose i kuq, domethënë me 1,79 euro, me shalafi e kam hapur pak këtu me thonjtë e mi, edhe doli një kokër. Ishte me ulje dhe thash ta provojmë një herë ta marrim. Mos më gjykoni se është i palar, mos e vrisni mendjen. Kam bërë to 2 herë top plus mos jam negativa. Atëherë, përveç rushit, unë që ka shumë i mirë me shalafin, kam marrë këto këtu. Nuk e di çfarë janë, mos më pyesni se çfarë janë, se nuk i njoh pas vet. Nuk e di nëse kanë një emër në shqip apo jo. Kanë pak si luleshtrydhet shihen, por janë gjë tjetër. Janë këto voçka rumullake, edhe ishin me ofertë, prandaj i mora, ishin gjystire. Domethënë ngjajnë si luleshtrydhet, por shija domethënë ngjan pak me shijen e luleshtrydheve, por nuk ka të bëjë fare. Edhe në gjermanisht janë Stachelbeeren. Nuk e di si ju thon këtyre në shqip, a ka emër në shqip apo jo, a ekzistojnë në Shqipëri apo jo, nuk e kam iden. Thjesht unë i kam provuar veç një herë, më pëlqyen si shije dhe thash që me që ishin ofertë po i marr. O zot, sa lumtur që jam kur marr qershin, nuk e di domethënë lumturia ime duket në shkëlqyen syteve çdo gjë tjetër. 2 kg 6 euro njërë. Shpresoj që t'jenë domethënë edhe në të ngrënë të mira realisht, sepse nuk e di, janë shumë të ftofta, duket se sikur pas kanë qenë në frigorifer ose kështu. Këto ishin në karton, por unë thjesht nga që nuk e mbaja dot kartonin me vete, e hodha edhe kam marrë vetëm qesën. Shpresoj që t'jenë të mira, do ta hap direkt tani që t'i provoj. Kam marrë një ananas, ishte me ofertë 1,50 euro, se ndërkohë janë 2 euro, 2,20 e 50 fare. Ishte 1,50 euro me ofertë, edhe unë ananasin e kam shumë qef, e haj jashtë mase. Kam marrë pastaj në këto pjeshkët pa push, të voçklet, nektarina janë gjithsesi. Unë i haj shumë jashtë mase këto, edhe buri i han, edhe domethënë çdo ditë ose një herë në 2 ditë vetë marrim kështu. Janë diku të 2 euro, ose me ofertë po gjete 1,5 euro. Pastaj, gjërat që unë haj në darkë shpesh, sidomos tani në shtatzani, janë arrat, janë, s'po më vjen emri tani se si quhen në shqip. Jo këto, sepse këto, janë arrat edhe pistak. Domethënë, unë kam shumë qef, si këto, por përveç tyre haj bajamet, po, se s'po më vjen të emri në shqip. Bajamet edhe lajtit. I haj dhe ato goxha, edhe i bëj si tip snacks në darkë për shembull, para se të haj buk, ose mbasi kam ngrënë darkë, për shembull, nëse kam ngrënë darkë 2 herët, nuk më haj asnjë gjë tjetër përveç se pi lëngje ose çat kem aty, edhe thjesht haj si këto snacksat ose i marr me vete për shembull kur jam rrugës sepse të heqin atë urinë e tepërt. Edhe kemi një pjepër të vogël që shpresoj të jetë mirë, ishte edhe ky me ofertë, edhe kaq kemi.
Një super hol i shpejt edhe kaq mbaruam punë. Tani të pimi ilaçet shpejt edhe do shkojmë të bëjmë thonjë. Shikoni çka ndodher me thonjën tim. Dhe është fiks ky i lezetshëm, domethënë. Dje duke palosur peshqirat, domethënë nuk bëra asnjë lloj gjëje njerëz, thjesht duke palosur peshqirat, hiku komplet, domethënë si duket tipsi këtu, nuk e di si çpati si. Por që deri tani të mendosh që unë i kam bërë para, domethënë, unë kisha baby, domethënë gender reveal-in e kemi bërë në datë 1, kështu që unë i kam bërë thonjë diku tek 2-3 ditë më parë, kështu që ka qenë fund maj dhe jemi aktualisht data 23. Janë diku tek gati një muaj, pa një javë të themi, 3 javë, okej, edhe janë super gjëne, janë rritur normalisht, kështu që ja vlen por aq leksa i kam bërë, kështu që do shkoj prap thjesht i mbush, derisa të rritet dhe pak thoj im, dhe pastaj të mbaj timin, sepse nuk është se po jam bërë goxha të gjatë për qenë, edhe nuk është se më pengoj, so nuk është se bëj ndonjë gjë, domethënë kush e di se çfarë wow, punë shtëpie edhe kaq. Nuk punoj edhe i kam shumë të rehatshëm për qenë. Por që për shkak të këtij, se do kisha prit edhe një javë, domethënë do kisha vajt nga muaji tjetër, për shkak të këtij do shkoj tani, s'kam çfarë të bëj, do harxoj ca lek. Do ju marr me vete dhe do ju them se sa bëri vetëm mbushja e këtyre. Normalisht kjo varet në varësi të modelit që ti do t'i lyesh. Edhe prandaj se këtu vetëm një tips do vjeraj, nuk ka çfarë bën tjetër, tipsat janë të vënë. Kështu që thjesht do t'i lyejmë, do ndryshojmë ngjyrën, nuk e di asun se çfarë do t'i bëjmë, por që do shkojmë pastaj. Ndërkohë do shkoj në Pinterest dhe do kërkoj për thonjë, ka mundësi ose t'i bëj të verdh ose t'i bëj jeshil, po një jeshile të bukur, të lezetshme të verës, domethënë. Tani të pim folzojnë, acidin folik, edhe nuk e di si funksionon në Shqipëri, ne këtu e pim acidin folik gjithë kohës. Un kam pirë herën e, domethënë 3 muajt e parë kam pirë acid folik 800 mg në mos gabofsha, Edhe tani është acidi folik 400 mg dhe ka më shumë vitamina të tjera shtesë. Janë 2 kapsula, përdor këto këtu. Unë harroj gjithmonë t'i pi, kështu që vendos telefonin në zile dhe sapo mra telefonin që parë, prandaj jam duke i pirë tani, sepse kam vendosur gjithmonë që t'i pi në orën 12 acidin folik, folzojer, por nuk është vetëm fiks folzojer dhe acid folik, sepse përmban dhe shumë vitamina të tjera, për shembull ka zink, ka jod, ka hekur, ka magnez, domethënë ka në përbërje të vetë goxha vitamina, por që ka 400 mg, me sa e di të sakt këtë 400-shën, se më është fiksuar, domethënë, dhe është deri në lindje. Pastaj pas lindjes kam Femibionin 300, që është në kohën e lindjes, gjithashtu ka folzojer edhe vitamina, ka acid folik dhe vitamina. Tani mos ma vini re se po pi me bidon, se është bidoni im, domethënë pi vetëm unë këtë. Ne i ndaj bidonat në shtëpi. Edhe tani shtesë, domethënë trimestrin e dytë të shtatzanisë, si bie, kam hekurin. Nuk e kisha shumë të domosdoshme që duhet ta merrja, por e kisha në kufi, domethënë në grence. Edhe duke qenë se doktoresha më tha ose duhet hash goxha mirë, por që unë nuk është se mund ta rikuperoj ndoshta thjesht me spinaq edhe me një lëng që mund përmbaj hekur, kështu që thash më mirë po përdor vitamina shtesë. Edhe derisa të më thot ajo, domethënë ndoshta kur të bëjmë analizat e tjera në trimestrin e tretë, besoj duhet parë si do jemi me hekurin. Sepse unë analizat me qurallafi kam bërë vetëm trimestrin e parë, trimestrin e dytë edhe tani trimestrin e tretë më do më mendoj që duhet bëj prap. Kështu që pim dhe hekurin shpejt, kam fol shumë shpejt edhe ti çoj në përvende këto edhe dalim shkojmë bëjmë thonjë. Kjo është gjëja shumë e shpifur, nuk e di nëse ju në Shtatzani keni pirë hekur, por që ky hekuri që kam marrun ka një aromë të shpifur, nuk më pëlqen kur e pi. Nuk e di pse. Edhe tabletat me zor hapen për më tepër. Janë shumë të lodhura. Është kjo tableta voçkë këtu. Ka shpion. Po dhe magnez. Pi dhe magnez njerëz, sepse diku nga fillimi i trimestrit të dytë kam pas disa kontraksione, edhe më dukesh se sikur kisha një gur në vend të bebit, domethënë lak qoftë zot, por që thjesht ishte ajo ndjesia që duket sikur ke një gur në bark, edhe kontraksione goxha, domethënë edhe për këtë arsye doktoresha më ka thënë deri diku tek java 30 ose në mos gabosha më para më vonë, nuk e di se e konsultojmë gjithmonë me doktoreshën, që duhet marr magnez. Edhe e pi mbi 500 mg në ditë, domethënë, nuk pi ato tabletat, një tablet në ditë që për shembull mund të jetë 300 ose 400 mg. Jo, pi 2 tableta. Domethënë doktoresha më ka rekomenduar që ta pi një në mëngjes, një në darkë, por unë në mëngjes harroj se zgjohem vonë tani, këtë periudhë të paktën. Edhe
duke qenë se magnezi me hekurin duhet ketë diku të paktën minimumi 2 orë diferencë me njëri tjetrin. Qa bëra unë tani, pi acitin folik bashkë me magnezin në orën 2, bashkë me hekurin më falni në orën 12, edhe pi pastaj magnezin në darkë. Që teorikisht duhet pija një në mëngjes, një në darkë, që ta kisha do me thënë, më falni, që ta kisha trupin të stabilizuar. Por që kur qohesh vonë, nuk e ko që të kesh atë hapësirën 2 orë, midis acidit folik edhe, acidit folik nuk ka rëndësi, po hekurit edhe magnezit, edhe kështu që detyrohemi pi në darkë të dyja edhe pastaj ka goxha hapësirë dhe diferencë me njëra tjetrën. Qa vape njerës nuk e keni iden, shkova mora një ujtë dhe nuk shka bëjmë thajnë. Është 30 e kusur gradë në Berlin. Është super vapë. Hej njerës, dohla unë. Nju thonë. Nuk ishte të ngjyrën fix, unë i doja pak më... Jo kaq portokalli, por që kanë dalë shumë nice. Mirëmëngjesi njerës. Ditë e re, veshje e re, outfit i ri, këto dyja janë nga veshjet që mora të HM-ja, që disa do t'i kthej mrapsh, edhe prandaj nuk ju kam bërë akoma unboxing. Pastaj do t'ju bëj unboxing kur të vi në shtëpi. Sot është aktualisht është ora diku tek 12, e kemi lënë me Riseldën të pim një kafe, edhe unë duhet të kthej disa nga këto gjërat të HM-ja. Shkojmë, bëhemi gati, dalim, thojnë të rinj, janë super cool. Outfiti im. Edhe dalim se jam vonë edhe Riselda do më vrasi, do më thënë nuk e ti që të them. Mos të harroj të marrë ujnë me vete, edhe hikim shpejt. Jemi rrugës. Hej njerës, ku e lam? Ndolla unë, shëtita, brodha, erdha në shtëpi, hoqa make-upin, u çlodha pak, nuk duket sikur jam çlodhur normalisht, por që ç'a të bëjmë tani, nga që u lodha goxha duke shëtitur edhe duke kërkuar rroba e gjëra budalli që më thash. Kam blerë këtu shumë gjëra, do t'ja u tregoj tani, e ndërkohë po haqeshi. Fruti mi preferuar në këtë periudhë. Atëherë, para të kryem të gjërat që s'më bënin të HM-ja, edhe kamora tani që t'ja u tregoj. HM. Okej. Përveç outfitit që kam veshur, që janë pantallonat që kam marrë 5 euro, edhe kjo bluzë që ishte 2 euro, që e pat, edhe ishin të gjitha me ullje, kam marrë këtë bluzën këtu, që edhe kjo ishte shumë me ullje, është shumë e mirë për tani, do më thëmë për ta ndruar, edhe kjo ishte 4 euro. Do më thëmë, okej, e vesh 4 euro, super nice. Pastaj, mora këtë bluzën tjetër këtu. Kjo është më e freskët në fakt, sepse ajo të mban më ngrohtë, kurse kjo është goxha e freskët, po këtë e mora nga që është shumë e lirshme, edhe rri shumë rehat në trup. Edhe kjo ishte më duket 2 euro, nuk e mbaj mend, tani të tregoj. 3 euro ka qenë. Është kjo bluza këtu dhe edhe kjo shumë e rehatshme kur ti jetë ngrohtë, se këtu filloi dimri tani aktualisht. Domethënë nga dielli që ishte në mëngjes, këtu është gati në shi tani.
Pastaj ndrova rrobat e banjës, sepse siç e dini, unë s'kam rroba banje, ose nëse se dini, janë marrë vesh tani. Nuk kisha asnjë palë rroba banje këtu. Edhe kështu që mora këto me këtë pjesën sipër, ishin gjitha me ulje, prandaj mora njërë se nuk është se marr kot. Domethënë, ishte kjo këtu. Është ky topi këtu, që ka kushtuar 5 euro, edhe është pjesa e poshtme, që ka kushtuar, ta shohim pak sa ka kushtuar, 6 euro. Domethënë këto të dyja. Pastaj kam marrë këto të tjera, që ngjajnë njësoj domethënë bashkë, por që nuk janë njësoj. Nuk ka fare dritë edhe kështu që mund të jetë pak errësirë këtu. Edhe se s'po ju gjej dot anën, janë këto këtu, të bardha, me 8 euro, edhe brekët e këtyre domethënë. si thuhet. Edhe këto 8, sa ishin prit? 8, po. Edhe këto 8. Këto edhe fustani. Kam blerë dhe këtë fustanin këtu. Nuk e di domethënë do ta mbaj, do ta kthej, se di, se kam iden, por që për momentin them ta mbaj një herë. Pastaj nëse më pëlqen do ta kthej normalisht. Është ky fustani këtu njerëz, është me këtë pjesën këtu. Është shumë i freskët jashtë mase, është i gjatë deri në fund këmbëve dhe ka këtë të çarën këtu. Kështu që besoj se do ma shihni veshur shumë shpesh, nëse do ta mbaj ose nëse do ta kthej, nuk e di domethënë ta shohim. Por ky ishte shumë i shtrenjtë. Materiali copa është super e mirë. Jo shumë i shtrenjtë. 30 euro ishte, po që por që është super nice. Pastaj ndalova tek Primark, se s'mund të rria unë për ndaluar tek Primark, e i mora burrit këto të plazhit, që kushtonin vetëm 5 euro, edhe mora për vete nga këto gjërat kështu, që ti vendos tek këmbë ose të duart, nuk e di, domethënë, ta shoh për 4 euro vetëm. Edhe kështu Primark. Tani kalojmë tek New Yorker. Kemi shumë blerje, jashtë mase. Këtu kemi faturën. Nuk e dia do t'i mbaj gjitha njerëz, se nuk i kam provuar, kështu që normalisht do t'i shohim. Por që për momentin këto janë. Atëherë tek Primark kam marrë këtë fustanin këtu, që nuk duket gjë këtu njerëz, thjesht duken lulet edhe këto, por që do ta vesh dhe do ta shikoni. Ky kushtonte 25 euro. Do ta shikoni të veshur. Pastaj kam marrë këtë fustanin tjetër që ngjan posja i pari, që është në portokalli, por ky është roz me pika të bardha, edhe është e njëjta prerje. Ky bënte 20 euro, edhe ka këtë çarjen këtu. Domethënë është e njëjta kështu, do ta vesh edhe t'ju tregoj, mos u mërzisni. Edhe ky kushtonte 20 euro, po është material shumë i freskët jashtë mase. Pastaj kemi një tjetër prapë në prerjen e këtyre fustaneve, nuk e di pse u fiksova me këtë prerjen se më rrinte mirë. Edhe është ky këtu. Prapë me lule, nuk e di pse u fiksova dhe me lulet. Prapë me të çarën këtu dhe prapë deri në fund të këmbëve normalisht. Edhe ky kushtonte 20 euro. Edhe fustani i fundit që kam aktualisht është ky fustani me ripa. Që edhe ky kushtonte 20 euro. Edhe është ky këtu, ky me ripa, prapë me lule, edhe prapë me të çarën këtu poshtë, deri në fund të këmbëve. Ky është pak më i gjatë nga ata të tjerët, në fakt, edhe me ripa. Po se harrova, njerëz, përveç fustaneve, kam bler edhe këto të pull mbiri. Janë këto sandalet super nice që duken si në kohën e xhaxhit, por që mua më pëlqyen shumë. Ja hoqa etiketën se i vesha dje në mënyrë që ti provoja nëse më bërin apo jo. Edhe pse nëse do t'ju hiqej etiketën, nuk mund t'i kthej më mrapsh, por që më pëlqyen, më rrinin mirë, edhe do t'i mbaj. Janë këto këtu. Kushtonin 25 euro me ulje, se ishin 45. Domethënë këto. Mua më pëlqyen si më rrinin në këmbë, prandaj i mora. Kështu që besoj se është okay. Këto janë blerjet e fundit, njerëz. Edhe po e mbyll këtë videon këtu me kaq, se shumë blerje janë edhe mjaftojnë. Shifemi në video në radhës, mos harroni të bëni like, subscribe edhe të komentoni. Shkruani poshtë se kush fustani pëlqeu më shumë, kë duhet të mbaj, kë duhet të lej. Normalisht se duhet ta llogarisim dhe pak barkun, se ne sa vime dhe rritemi tani.
Kështu që më shkruani poshtë këtë mbaj, këtë lë, çfarë të bëj, si të bëj. Edhe mos harroni të bëni subscribe sepse më ndihmoni jashtëmase shumë. Kemi arritur shumë deri tani edhe ju falenderoj pa mas. Faleminderit për çdo shikim, për çdo like, për çdo subscribe. Faleminderit që jeni këtu, më shikoni edhe më mbështesni. Faleminderit me vërtet nga zemra. Edhe shihemi në videon e radhës. Ciao!